Të gjithë qytetarët të cilët kanë pension pleqërie, të veçantë apo përfitimet e barlindjes do të indeksohet në vlerën 2.7% duke filluar nga data 1 korrik. Ky indeksim, i cili konsiderohet kompensim për çmimet e rritura, sidomos gjatë këtij viti ku inflacioni ka kapërcyer 3% për shkak të luftës në linjën e mesme, që solli menjëherë shtrëngtim të karburantit dhe të produkteve të tjera edhe në Shqipëri, do të prek drejt për së drejti 900.000 qytetar shqiptar. Por më konkretisht, nëse ndalemi sipas kategorive, pensionet urbane të pleqërisë, të cilët sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore kapin vlerën e 20.123 lekëve në fund të vitit 2025, një indeksim për 2.7% përkthehet 543 lekë më shumë se në pagesën e tyre mujore, duke arritur kështu në 20.666 lekë. Ndërsa pensionet rurale të pleqërisë pas indeksimit nga 11.878 arrin në 12.107 lekë. Për kategoritë e tjera, si pensionet e invaliditetit, në zonat urbane do të rriten me 537 lekë, ndërsa rurale 279 lekë. Për pensionet familjare në zonat urbane 256 lekë, ndërsa ato familjare rurale me 46 lekë. Ky është indeksimi i parë që prej vitit 2022 gjatë krizës energjetike, që po kryen sërish në muajt e verës, teksa kryhet edhe në tetor, duke lënë kështu pensionistët për disa muaj pa indeksime. Vendimi i miratuar parashikon amortizimin e kostove të rritura për pensionet si pasojë e inflacionit të lartë, sidomos gjatë këtij viti.